në të cilën Jezu Krishti Zoti ynë, prej vdekjes kaloi në jetë, kisha i fton biteve të shpërndarë në përbot, të bashkohen për të denjur zgjuar dhe për të lutur. Prandaj, nëse duam të përkujtojmë pashkët e Zotit, me dëgjim të fjalës dhe me kremtim të misterive të tij, kemi shpresë se do të marrim pjesë edhe në triumfin e tij mbi vdekje, dhe se do të jetojmë bashkë me të në hyrje. Të lutemi. O yj, ti në përbirin tënë, u afale besimtarve dritën e shkëlqimit tënë. Shëjtroje këtë zjarr të ri, dhe bëj që në saj të këtyre festave të pashkëve të ndizemi me dëshira qellore, që me shpirt të pasur të arrijmë në të kremtën e lumturisë së përhershme nëpër Krishtin Zotin tonë. Krishti dje dhe sot. Ai është fillimi dhe mbarimi. Është Alfa dhe Omega. Të tijet janë kohët, shekujt. Ati qoftë lavdia dhe sundimi për gjithë shekujt të shekujve. Amen. Me anë të varrëve të tij të shenjta dhe të lavdishme, na mbroft dhe na ruajt Krishti Zot. Amen. Drita e Krishtit të gjallur në lavdi i shpërndaft errësirat e zemrës dhe të mendjes. Hyjka se drita ishte gjë e mirë, dhe
Lexim për librin e Safatios. Në ato ditë hyrë proroko Abrahamin e i tha: Abraham, ai i përgjigj, tek jam. I tha: merre djalin tënd, të dëshirit Izakun, i cili në dorë e shkoi të drejtën Moria. E atje ma kushton fëmijë shkëmbimi mbi njërën të kodët që të ta tregoj. Abrahami prit herën në gjithë. E shidoi gruarin e vet, e mori me vete dy shoktorë të vet dhe i zau. Djalin sepse ne dy shpresoj. Zoti është pjesa e trashëgimit tim dhe gota ime. Në dorën tënde është fati im. Zotin e kam gjithmonë parasysh. Në rinë të djathtë, nuk kam se si të rëzohem. Më ruaj o Zot, sepse në ty shpresoj. Më ruaj o Zot, sepse në ty shpresoj. Në marë votër, i shtonë projektimin e ti, i shtonë plijit e projektimit të, duke u dërguar tjerë të tjerësimit, dhe në ministeri e pashët e birin të të Abrahamit, në bënatin të gjitha kongove, si i shërbetuar, bëjmë që popujt e tu të pranërën të njësisht hirin e Krishtit e saj. Në për Zotin tonë Jezu Krishtin, birin tënë që në të jetonë në retron, në bashkim me shpirtin shajt të për të gjithë shekën dhe shekën. Amen. Lexim për librin e Daljes. Në ato ditë, Zoti i tha Mojsiut: "Përse po lëshon krijet makabre? Urdhëroi bijve të Izraelit të nisen. Dërgash të çoje shkollën të shtrihen dorën tënde për bidetet taje, kështu që bijtë e Izraelit të kalojnë përmedis të detit në përderik. Le t'i këndojmë Zotit, sepse mrekullisht nga qielli. Kale kalore si plantosi në fund të detit. Zoti është forca dhe fuqia ime. Ai, veç ai më shpëtoi. Ai është hyjim, atë lavdëroj. T'i këndojmë Zotit, e mrekullueshme është fitoria e tij. Ti këndojmë Zotit, e mrekullueshme është fitoria e tij. Të lutemi. O hyjë, ti që në këtë natë shkrueshme, ke shtritur me lavdimin gjallës së Zotit, gjallën e kishën tënde të jemi në mirësinë. Kështu që të përtërirë me trupe me shpirt, ta kushtojmë shërbesin me zemër të pastër. Në për Zotin tonë Jezu Krishtin, birin tënd që në të jetonë në tronë, në bashkim me shpirtin shajt për të gjithë shekën e shekën. Alleluia, alleluia, alleluia.
si të ishte të vdekur. Atëherë angjëlli u tha krahët: Ju mos u tregni, e di se kërkoni një Jezus të kryesuar. Ai nuk është këtu, unë gjallë si kur soldat. Erdhi shikoni drejtë në qytet. E pastaj nxehtoni të shkoni të tregoni nxënësve të tij. Pak herë në jetën time i kam shqip stinën si këto vite që janë në myrti, u bën gati 9 vjetë e pak. Ndoshta po, kur kam qenë fëmijë dhe në bregdetit i fshatit tim të lindjes, më kujtohen disa stinët, por ne jeta ime ka qenë pak në qytete dhe në kone ku nuk dallohet sportimi nga vera nata nga dita, ashtu sikur se në jetën e madhe, në jetën e fshatit, ashtu sikur se këtu në myrtit ku Zotim ka dhënë mundësi me lëvizje në çdo fshat dhe në çdo mal të diocezës. Këto ditë kam rrituar me kujdes çeljen e gjetit në trurët e lisave që kohë në fshatat të shkojnë. Ka një dalë vetët kanë filluar të vishën me ngjyrën e gjetur të gjetit. Ajo natyrë që gjatimi duke si e vdekur e pa jetë të ditë po merr jetë. Ajo natyrë që gjatimi duke si e vdekur e pa jetë, këto ditë po merr jetë. Dhe cikli i jetës së natyrës vazhdon rrjedhën e vet, e pa shqetësuar dhe me siguri të plotë, dua apo nuk dua vetë. Të gjithë e dimë në ligjet e biologjisë që edhe pse bien gjetet, limfa e brendshme e trurit vazhdon ta ushqejë petë. E sapo koha vjen pak dhe temperaturat rriten, fillon me shpërndejnë sytë, që më pasë pa mëngjet, lule e më pasë dhe fruta. Sa bukur kur kalojnë në disa fshate të mbushur plot me lule grumbullash që i lëshojnë në bardhësinë e tyre, faqe mati dhe ora shtjesh. Trut bëhen me gjep, fushat me gjetprim dhe livade me lule në këto kohë. Ajo natyrë që në pamjen e parë duke e vdekur, e pas ka pasur jetën e vet brenda saj, gati për shpërthyer. Të premten e madhe ne adhuruam trurin e kryqit, një drum që na duke i tha, një drum mbi cilin para 2000 vjetësh njerëzit vendosën autorin e jetës, një njeri të pa faj, njeri i hyrë, të birin e hyrë, birin e Virgjës Maria. Ai drum duk sikur fiku të gjitha shpresat e nxënësve. Kërcitja e tatë e gozhëve që nguleshin mbi mishin e Jezusit ishin bjemja e shpresës e atyre që për 3 vite rreshtë e kishin ndjekur dhe kishin besuar tek ai. Dhe kësaj ja vuri punën e vet të bukurin mbi varrin e Jezusit, i vendosur në një kopsht. Druri dhe kopshti u kthyen në simbolin të humbjes së shpresës, të vdekjes së pakthekut të Zotit. Një autor i shekullit të dytë kështu e përshkruan të shkunën e madhe, ditën e heshtjes së madhe. Çfarë ndodhi? Sot mbiton një heshtje e madhe. Heshtje e madhe me vetmim. Heshtje e madhe sepse mbreti flet. Toka ka mbetur shpart pa fjalë. Sepse hyri i bërë njeri ka rënë në gjumë dhe ka zgjuar ata që flikin për shetësh. Ajo heshtje vret shumë, sepse është heshtje e pamundësisë për të bërë diçka, për të kthyer gjërat edhe një herë mbrapsht, për të kthyer atë ku mendoi se ishte më mirë, më bukur, më sigurt. Për nxënësit e Jezusit, heshtja në fakt ishte vetëm një fjalë, sepse shpresat e tyre prenë mes. Mbreti, në tokën e vdekjes megjithatë nuk rri me heshtje. Fjekja e tij është zgjimi i atyre që flikin për shetësh. Zoti hyri tek ata, vazhdon Teodori në shekullit të dytë, duke sjellë armët nga njerëzit të kryqit. Sa e pa Adami i parë, duke goditur në harojën e vet prej Havis, me zë të lartë tha të gjithë, Zoti im shoh me ju të gjithë. E Krishti
shkallë për të vdekurisht dhe Krishti të shëndrisë. Unë jam byrë që për ty jam bërë biri, që për ty e për këta, të cilët për i te e patën për jarën, tani po flasë, e në përshpetin tim po ordëroj, atyre që ishin në burë, ti, dhe atyre që ishin në sirë, drejqonë. Toka nuk mund të mbajë në brendinet e autorin e jetës. E prandaj, truni i kryshit nuk mund të rritë dha, dhe kopshti nuk mund të jetë parë. Ase prejtë e kryshit dhe ase shkuta e varin nuk mund të jetë për gjithmonë. Pas të shtunës, në të zbatur të ditës së parë të javës, Maria Magdalena dhe Maria tjetër shkuan për të parë kafe. Kështu na thotë Ungjilli i Mateut që dëgjuam në këtë natë. Ata shkuan për të përfunduar varrimin e Jezusit, për të përgatitur trupin e tij për një varrim të jetës. Por aty dikush tjetër kishte shkuar përpara, një engjëll, dhe ai nuk kuptoi. Mos u tret. E di se kërkon Jezusin e kryqëzuar. Ai nuk është këtu. Unë gjatë, si kurse të. Ai dru i tha i kryqit lullëzoi përsëri, çeli gjeti jetës së pasosur, që nuk të thahet më burë. Ai kopsht nuk u bë kur varë, por fillimi i një jete dhe një epoke të re, për vetë birin e hyrë, për gratë që shkuan të varrin, për nxënësit që do të shkojnë më vonë dhe për të gjithë botën. E sikur se mos mjaftonin fjalët e engjëllit, vetë Jezusi u dha grave para dhe pasi e marrin kryq, ai u thotë: mos keni frikë, shkoni dhe lajmëroni vëllezërit e mi. Drishtimi të kryqit në varrin t'ia lëvendin gëzimin takimin me Krishtin e gjallë. Një gëzim që nuk do të heqë për kur askush. E ndërsa të unë të dashur vëllezër motra, ju kuptoj Krishtin e gjallë, ju ftoj që nesër, kur do t'i qit një sy, e të shikoni jashtë, keni një sy, pembe që ka mshetur. Dhurojni një pusqeshje me tjetër, pse jo të përqafim. Një urim kuzëkas edhe ati apo asaj me cilin ka poshe nuk e shkëndryer fjalë apo ke pasur dhe një zemrim. S'kemi bërë asgjë për të merituar këtë natë të madhe. Ashtu sikur se s'kemi bërë asgjë për të merituar gjetbrimin e natyrës, dritën e diellit, shkëlqimin e hënës së tyre. Është gjithçka dhuratë. Dhuratë nga hyrë. Ti gëzohemi në kësaj dhurate. Ti gëzohemi pranisë dhe veprës së tij. Dëgjojmë zërin e lehtë dhe përshëndurimin e jetës që të shetë. Edhe kur duket se është e figur, ka gjithmonë jetim që jeton aty brenda nesh, dhe është shpirti i Zotit që na thonë mos keni frikë. Bëhuni lajmëtar të gjallërisë që shpërthen pas jetimit të gjallë. Bëhuni kuptues të një jete që vjen pas fundimit dhe vdekjes. Kjo është feja jonë. Ky është besimi ynë. Qoftë të Krishti. Në të rastë të përkujtëri, njëri në dy të gjithë kushtetshëm mbi këtë kohë, që ata që do të lindin nga ajo të bashkohen me bijtë e birësuar në Krishtin. O Hyj, ti me fuqi të patueshme, në saj të shenjave të sakramenteve, kryen vepra të mrekullueshme. Ti e përgatit e krijesën e ujit me shumë mënyra, që të tregon të hyrjen e pakësimit. O Hyj, shpirti i tetë mbi ujëra që në fillimin e botës, kështu që qysh atëherë, natyra e ujit fitoi fuqinë shenjtëruese. O Hyj, ti e shëndove përgjegjësimin e lindjes, me veç shpërndarjen e përmbetjes, që me misterin e njëjtit element të shkatërrohet vesët e lindjes së tyre. O Hyj, ti bijtë Abrahamit i bërë të kalojë ndjekin e kuqe për të thënë, që populli i liruar nga pria e faraonit të parashikojë popullin e të pakësuar. O Hyj, biri i pakësuar i ujit e Jordanit nga gjoni,
që lyer me shpirtin shajt, ndërsa ishte i varur në kryq nga kraharori i rrëdhje dhe ujë bashkë me gjatë. Pas ngjalljes së vet, urdhëroi nxënësve, shkonin, mësonin të gjithë popullit duke i paqësuar në emërtatin e Birit e Shpirtit shajt. Dhe të gjithë ata që do të paqësohen të varrosen bashkë me Krishtin në vdekje, bashkë me të të ngjallën me jetë, që me ty jeton në befret për gjithë shepit të shepitve. Amen. Bekoni o burra Zotit, lëvdojeni dhe madhëroni në shepit. Atyra që rini greshme, ti përsërisin premtimet e paqësimit të shenjtë, me të cilat ti kuri pa të mbrëmtoi djathtin dhe veprave të tija, dhe premtuam të shërbej mbyll në kishën e shenjtë katolike. A i biti mori djallit, dhe mbar veprave të tija, dhe gret madhështisë së tij. A besoni në Hyn, Atin e gjithë pushtetshëm, krijuesin e qiellit dhe të tokës? A besoni në Jezu Krishtin, një të vetmi i Birit të Tij, Zotin tonë, që lindi prej Marisë Virgjën, pësoi dhe u varros, u ngjall dhe qëndron të djathtë të Atit? Thank you.
falenderoj për lutjet e Zotit dhe të gjitha këshilla. Në përmirësim të dhe i paqen e ditët tona, e në sajtë në shkërësat të kërome me gjithmonë për gati, jemi të sigur për çdo fëndimi, duke pritur shpresin e tyre, arë në shkëpusit tonë, Jezu Krisht. Dios sovrembre, ti je gjithë kushteshëm, ti je lumë për nashë. O Zotë Jezu Krisht, nuk të dhe apostolit të tu për në paqen një paqen tu. Mos i shikon katën tona për fejnë e kishë sate, je pjesaj si pas të vetit të në paqen të bashkim, ti që e ka në përkron në shekë në shekë. Amen. Paqen Zotë që o që të mori, Dhe shpirit të jemi një të qërë. Amen. Nada ne mirë dhe me shpet pashë.